Po, më kollazhin dhe kuptuam se këtu mysafire kam pikërisht një mysafire nga Shqipëria, shumë të lezetshme, e cila është Arilena Ara. Mirë se erdha, Arilena. Mirë se gjeta dhe jam shumë e lumtur kur mora vesh që do bëjmë të rizë bashkë. Po, edhe është për herë të parë që Arilena vje shumë natyrale, pa grim fare. Çfarë ndodhi Arilena? Çfarë ndodhi në fakt? Deshe vetë të bësh këtë suprim? Jo, nuk është se nuk desha, se unë zakonisht natyrale rri. Edhe ke shumë gabim se edhe kur bëj grim bëj si natyrale, por duke qenë se rruga ishte shumë e gjatë. Po, duke qenë se rruga ishte shumë e gjatë nga Shqipëria në Kosovë, trafiku ishte e pamundur që të arrija në kohë e grimuar e kuruar me detaje. Po mirë, edhe kështu duket shumë bukur. Faleminderit. Duket bukur. Bukur, kamera. Ti bune wow kur më pevi lestek dhoma. Po, tha wow. Çka ka ndodhur me Arilena? S'ka vënë. Po pse ka shumë duar. Jo, s'është ashtu. Mira Arilena, mirë se ke ardhur. Lerona po do më na bëni foto për Instagram, sepse gjithë ata që duan të na shuajnë ndonjë pyetje për mysafirin që kemi në studio, mund ta bëjnë këtë përmes Instagramit të Rëdhëvënies tani. Arilena, si ke punët me Instagramit, po të shoh se po hedh foto. Ashtu, i ke pu like. E kam bërë dhe like. I koment. S'm kanë koment nga ty. Koment s'kam. Turp të vi, pse s'ke bë koment? Sepse mos po dalin në ndaj portal. Sa i bëm koment Arilenës. Po ecin shumë mirë, se domethënë s'deshëm Instagrami është bërë pjesë e përditshmërisë sonë, jo vetëm Instagrami, Facebooku, Snapchat, gjitha, domethënë se është një mënyrë e mirë për të qëndruar afër dashamirësve, fansave tonë, edhe për të komunikuar lajmet tona më të reja, kështu që. Ty edhe të pëlqen bësh shumë foto, apo? Më pëlqen, e kam pasion. E kam po, edhe shumë shpesh nisë që ke afër. Arilena, rikë mos lëviz. Bëjmë foto gjatë gjithë kohës. Mirë, Arilena, si ke qenë me koncertet? Ja nisa me full si të nisëm, si ke qenë me koncertet. Pse të mos lasësh? Po përshatëm me ty, Të pëlqej si folin? Shikon, unë tërheq si magnet, do të thotë. Do të tërheq si magnet. Arilena, që ke qenë me koncertet? Të them të drejtën, kam qenë aq mirë sa ti se ke idenë dhe pasi të marrojmë bashkë ku do nisem për Prizren, se kemi një koncert të madh bashkë me Labin, mikun ton dashur në Gold Pool Club. Po. Edhe me Morenën. Po. Me Morenën ke qenë ndonjëherë në koncert? Jo, nuk kam qenë, por mezi po prestje, më do nuk e di pse. Më pëlqen e simpatizoj në distancë. Jo, ndonjëherë personalisht jo. Kështu që sot kemi pas rastin edhe personalisht, dhe me qëndru bashkë edhe me call. Me call. Qysh të në me ndes fare, ha? Me ndes fare. Ndes fare. Me Labin ka ra me qenë në koncert, ha? Po. Dhe me thënë, koncerti i parë ishte para ca ditësh në fakt në Durrës. Na ka rënë për pjesë me nda një skenë, jo koncert. Po ishte emocion i veçantë. Fillu me kërcy me Labin aty. Kosovë s'ke qenë koncert gjatë verës? Jo, akoma. Prizreni është i pari, po. Prizreni që do t'jesh atë. Po, shumë mirë. Tani mu më duhet ta shikoj herë pas here vete në televizor, ëh? Pse jo? Është si janë. Me këngët si ke punë aty? Do të sjellësh një këngë të re? Si kam punë? Një që kam lënë. E ke lënë të gjitha? Po. Mirë. Kënga e fundit ishte Lenamin me të. Ashtu, ha? Të më gjithë, e kërcën mëngjes për mëngjes. Po, mëngjes për mëngjes. Ku karaca e ke ndru. Bashkë me mamin. Shumë mirë që do thotë që të rreq dhe moshat madhore. Po, pati sukses. Po. Po ti, si më thonë, mirë ishte të pëlqeu si e priti publiku? Ua, si thotë pse, mua më pëlqeu shumë, edhe ishte sukses i pa diskutuesh. Por tani e kam lënë Toke Roke, po përqendrom tek projekti tjetër, domethënë, që do e nxjerr pas një muaji. Pas një muaji, do të jetë bashkëpunim apo vetëm? Jo, tani do janë vetëm, po bashkëpunimi do vi pas 2 muajsh. Vetëm pas një muajsh? Jo, pas një muaj është projekti tjetër, dhe pas 2 muajsh pas muajit tjetër, do jetë bashkëpunimi. Bashkëpunimi? Do bëj një lojë fjalësh. Po me kënd do të jetë bashkëpunimi. Pse ti do ta them unë? Pse në kamera ti do ta them unë? Dua ta di. Do ta dish, do ta tregoj para skenë. Në para skenë? Po. Mirë, po unë do ta bëj live pastaj. Bëj, s'ka problem. Do të ta them me atë qëllim. Më pyesin regjia ç'është kjo Toke Roke. Po pse se di regjia? Nuk e di. Toke Roke domethënë, po ta marrim kështu bruto, Toke është në anglisht high five, Toke. High five. Toke Roke. Roke është high five për poshtë. E kapët këtë Toke Roke. Va, domethënë, Toke është për lart, Roke për poshtë. Kështu. Si, ku poshtë? Kështu dy. Fillo bëj kështu. Mirë, më mëson mas intervistës, okay? Hej, kanë shkru shumë, janë shumë data që kanë shkru, apo të pëlqen fotoja? Më thuaj, pyeta shoh një. Ja. Si dhe këtu. Mirë pas kam dalë. Mirë si gocë e mirë. Si gocë e mirë, pa grim fare. S'ka rëndësi.
Buçi asenti o mesi. Nuk është, kjo është... Po s'pale telefon. Kjo është dhe dispenishet. Mirë. Kështu që nuk e njëm Buçin. Por e përshëndesim se po na sheh këto momente, gjithë ata që po na shohin. I përshëndesim shumë. Sa vjeç është Arilina? Arilina, sa vjet ke mbush? 18 vjeç. 18 ke mbush. Po, e kam bërë lajm kur më mbusha. Va, Arilina. Gëzimi i madh për gjithë familjen tonë. Arilina, je bërë 18 vjeç që ke fillu karrierën para 14 vjeç. Që 14 vjeç? 4 vjetove eksakte. Atë është bërë bajat? Po tani po të më Ke fillu që në moshë shumë të re. Domethënë i bie që mu po të më bëhet bajat, pjesën tjetër se kam edhe shumë vite për të jetuar muzikë dhe gjëra të tjera, i bie që kot që jetoj domethënë. Po ke pas ndonjë ëndër tjetër përveç muzikës, ndoshta aktore ose diçka tjetër? Edhe aktore po të kem dëshirë, që është interesante, është brenda artit dhe brenda muzikës, është shumë afër muzikës, kështu që lidhen me njëra tjetrën. Muzika më pëlqen, më ka pëlqyer të jetë, nuk e di, nuk kam menduar ndonjëherë për një gjë tjetër. Të bëjmë ndoshta astronaute apo... Astronaute? Ku do shkosh planeti pas do shkosh? Se di. Në hanë kemi afër, edhe shohim. Edhe nuk na ik larg. Nuk na ik larg. Faleminderit krejt juve që po na shkruani. Të shohim se tash është keq më ju thon bëni pyetje, mos më u lexu pyetjet. Ka shumë pyetje, cilat po duhet edhe disa më javë. A ka më shumë këngëtar të pëlqejnë nga Kosova apo nga Shqipëria apo pyetje? Edhe pse çdo artist, çdo këngëtar që është i mirë edhe sjell prodhime të mira dhe bën muzikë të mirë, mua më pëlqen. Nuk ka rëndësi është nga Kosova apo nga Shqipëria. Mirë. Nuk po dam nda se. Jo, s'ka lidhje, kjo është e vërtet. Artisti nuk ndan gjërat. Okej. Kush të ka mbështet më së shumti? Menaxheri. Tregoj kush është menaxheri, ndoshta dikush nuk e di. Po menaxheri zakonisht nuk është figurë publike. Është njëri i thjeshtë që qëndron prapa dhe bën një punë kolosale, mos të them që është arsyet pse një artist është i suksesshëm. Edhe sigurisht që menaxheri më ka dhënë mbështetje më të madhe. Mirë, ky menaxheri të dhe familja normal. Por nëse flasim në aspektin profesional është menaxheri. Meqense do të dish pse mbrita këtu dhe pse erdha ty pa tualet. Për çfarë të zordon më së shumti menaxheri? Për çfarë të? Të shorton, të vërtet. E di si ka. Po të mos grindemi çdo ditë, nuk do funksiononte mirë marrëdhënia menaxher apo nuk e di të më thënë. Grindeni çdo ditë. Do që çdo ditë, grindemi do të po, grindemi se sigurisht nuk mund të funksionojë ndryshe, nuk mund të jem unë e mirë perfekt dhe të mos kem asgjë për të ndryshuar. Gjërat që do të unë ti ke të bëm përmirëson çdo ditë në pak fjalë, janë shumë. S'më çorton, do thjesht që të përmirëson çdo ditë. Ti përmirësosh çdo ditë? Besoj që po, përsa koha ai qëndron me mua. Beson apo përmirësosh? Përmirëson atë. Okej. Pyesin, a ke vëllazë dhe motra? 2 motra. 2 motra. Dhe një vëlla. Janë më të vegjël apo? Jo, 2 motra janë më të mëdha. Edhe vëllai është më i madh. Unë jam më e vogla. Ti më e vogla. Po. Te na i thënë Sugarica. Ai thënë është Sugarica. Cilën fjalë urren më së shumti? Unë. Po. Për ta gjej. O zonë. Se di, po të shoh thonjt se është një ves që i hajnë thonjt njerëz, kam pyeta i han thonjt. Jo si ha thonjt. I kam edhe të kuruara, nuk kam mundësi që t'i ha. I kam bo manikyr dhe më thënë. Manikyr. A ki ndonjë ves që shoqënia thonë, hey, e ki që to, edhe në i gjest ose diçka që e bën shumë shpesh në jetën e përditshme? Tani po të marr diçka specifike i bie që të kërkoj në shumë gjëra, domethënë në shumë gjëra që mund mos jenë fiksa ashtu siç dua njerëzit që rrin afër meje, kështu që se di. Ka patjetër që ka. Ndoshta nga që jam shumë e drejtë për drejtë. Je drejtë për drejtë. Mos jetot ka që drejtë për drejtë. Je shumë e drejtë për drejtë. Shumë. Sa i shumë duar je Visar. Faleminderit. Mirë, faleminderit shumë. Ti prapë je shumë e mirë. Faleminderit. Ti gënjeve. Unë nuk jam shumë i drejtë për drejtë. E kuptova. Okej. Cila është dhurata më e mirë që e ke marrë? Dhurata më e mirë. Po. Jo dhurata dora, po dhurata kështu. Në kuptoj. Tani varet se ndahen sentimentale dhe materiale. Mirë, flasim për sentimentale. Sentimentale. Më pëlqejnë gjëra detaje. E rëndësishme është kur dikush të do, motra, vëllai, miku, shoku, i dashuri që si ka.
dhe të dhuron një gjë që të përket ty, personalitetit tënd, një varse atëherë, me një shkrim të gdhëndur. E ke marrë? Po. Jo, kam dhuru, e kam marrë pra? Po. Ti thua çka kam dhuru? Jo, e ke marrë. E kam marrë. Po, çfarë shkrimi ka qenë bitë? Shi, do me diti. Po. Do me thënë nofkën që më thret njëri i dashur për mua. Njëri i dashur nuk do të Si është ajo nofka, s'po pyesim për atë njeriu, vetëm për nofkën. nofkën. Ta tregoj ti. Okej. Mirë, a ke ndonjë nofkë që s'pëlqen kur të thrasin rrethi? Po. Ari. Jo, Ari është mirë, shoqyr. Lena. Jo, Lena në fakt e kam inat, po kam edhe për inat më thon një emër që më vjen turp tani. Hajde. Kam qenë vogël. Leni, po ç'është kjo ku jetën? Leni nuk shkon as për gocë, nuk shkon Leni. Nuk shkon asnjë anë, nuk e di nga gjetën. Okej. Cili ushqim të pëlqen më shumë ti? Orizi, risotto. Gjithçka që ka të bëjë me orizin dhe gatut, me orizin e pëlqej. Mos ke preardhë kineze ti? Po. Jo, a? Po, pra. Po. Okej. Mirë, ke shtuar gjë pesh? Pyesi? Po ngacmoj pak se tani nuk është. Jo, thjesht merrem me palestrën dhe kam shtuar muskuj. Po. Okej. Pesh muskulare. Pesh muskulare. Do thotë kam shumë kocka këtej vërdall. Por kam muskuj. Okej, unë kam shtuar pa muskuj. Arilena më pëlqen shumë se është pa komplekse. Bën sigur nuk ke kompleks apo nuk ke vërtet. Si tani, të duken vetvete apo po duken me shtirur ti? Turp të vi. Më duket vetvetja. Atëherë jam vetvete dhe unë. E di pse jam vetvete më shumë, ma lehtësove ti në fakt. Okej. Ka shumë pyetje. E po lehtësoj çfarë. A ke me bo album? Do bësh album? Kam me bo album. Së shpejti apo? Së shpejti, domethënë, brenda vitit 2016-2017. Okej, super. A beson horoskop? Jo. Motra ime ma lexon gjithmonë. Çen horoskop? Unë jam gaforja. Gafore. Shiko çfarë thot gafora se për ty do i kesh them lera. Nuk më pëlqen. Mirë. Nuk të pëlqen domethënë edhe s'beson. Jo. Çfarë numri të këmbës ki? Numër të këmbës. Po, numrin e këmbës. 38. 38, okej, e kam fiks. E ke fiks. As e vogël as e madhe. Po. Ja. A ke inat kur të pyesin për selfie? Selfie? Po. Jo fare. Okej. Do të thotë thjesht jam me tendencat e fundit. Mirë. Pastaj më pëlqen, dal mirë. Çfarë fobi e ke? Fobi? Frikë, lartësinë? Jo. Jo? Kam pak ujin. Sa kam tamam fobi, po e kam çik. Të futesh pak më thella. Jo, bëj notën breg. Jo, thjesht e kam kështu, nuk e di. Jo fobi, se fobi do thotë diçka që ti e sheh dhe nuk e duron dot. Në rregull. Kur e mendoj është pak ruan. Okej. Edhe një pyetje të fundit, a di me vozit me makina? Edhe pse nuk e ke lejen, ke provuar. Kushta që se kam lejen, kam botë 18 vjeç, ku ti që se kam marrë? Unë e di që se ke. Ashtu ë? Më tha menaxherin pak më herët. Ti sigurisht e njihem atë. Është shumë mirë. Domethënë këto u bë një javë që kam filluar të marr mësime. Edhe jap shumë mirë. Me herë të parë në makinë kam nisë kam përplas një pemë. Veç një pemë. Kështu që mirë pas ke punë. Arilena, apo ma thu bashkëpunimin me këngë me posa jo? Jo. Është reper, unë e di që është reper. S'është reper? Unë e di që është reper. Okej. S'pas në informatat sakta, qenë kam kesh me informatat. Arilena, unë e di që këmë njësë për Prizren. E di shumë mirë. Të falenderoj shumë. Unë falenderoj ty. Që erdhe këtu. E di pse ma lehtësove ti pa grim, unë pa grim. Ka lezet kur unë gjithmonë jam pa grim. Si? Jam natyral. Jo, nuk je. Po. Mirë, prezanto këngën e fundit dhe të përshëndes shumë. Faleminderit që ishe. Faleminderit juve. Këtu, Toke Roke.